Почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам што дојдовте на Вчера на пресконференция на СОТМЕ, конфронтпланит para punere territoris para embroite de spatim na período nga 15 correcte derim 15 guste vite 2019 de judot fushata per lufte contra para embroite nga ziari fushata dot judot na gjithë territorin e Republikës Maqedonisë së Veriut për mesu do kimite popullore për kërcënimet nga zjarri me doracaka dhe hapat, udhëzimet për hapat në lidhje me mbrojtjen nga zjarret. Fushata do të përbën shpërndarjen e doracik, po edhe për zhvillimin e të gjitha aktiviteteve në lidhje me këto, në hyrje të parqeve nacionale, në pagesat e rrugëve në të gjitha qytetet e Maqedonisë, ku do të përfshihen edhe 35 njësitë rajonale të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim në afërsi të maleve në kuadër të fushatës me 20 korrik në ora 18 në parkun e qytetit të Shkup, drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim do të ketë një stand me materiale edukative. Fushata për çdo ditë do të promovohet në rrjetet sociale, televizionit dhe radio mediumit. Qëllimi i fushatës nuk është vetëm të veprohet në mirëpreve parandaluese, por edhe në aspektin edukativ përmes ngritjes së vetdijes së popullatës në lidhje me të gjitha rreziqet që e sjellin zjarri si katastrofë, sepse hyjmë në të ashëqutur në periudhën e kritike të vitit për paraqitjen e zjarrit në terren të hapur. Mbështetje për realizimin e kësaj fushate fituam nga ana e ADS Shkup, që u përfshin si kompani shoqërore me të vetëm qëllim mbrojtje popullatës në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë Ujrave. Janë ndërmarrë masë caktuara parandalues që nga muaji mars kur është marrë ndalimi për lëvizje në pyje përveç të punësuarve në kompaninë e pyjeve të Maqedonisë dhe të gjitha kompanive që kanë të bëjnë me zonat e mbrojtjes. Zvoglimi i kërcënimeve nga zjarri është vetëm paraqitje e fushatave që do të zhvillohen me moton ardhmëria i takon atyre që janë të përgatitur. E do përfshin fushata për zvoglimin e pasojave nga përmbytjet, tërmetet dhe aksidenteve tjera natyrale. Një nga projektet më të rëndësishme në ku punon ekipi i ekspertëve pranë Direktorisë për mbrojtje dhe shpëtim është përgatitja e dorëcakut familjar që të promovohet të kësaj vjeshte. Të respektuar përfaqësues të mediave. Shfrytëzoj këtë moment të ju ftoj edhe juve të jepni kontributin e juaj në këtë fushatë dhe bashkërisht me qytetarëve t'u tregojmë për domosdoshmërinë e mbrojtjes së pyjeve dhe resurseve natyrore. Ju falenderoj shumë. Absolutisht, drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim posedon 3 avion të tipit Air Traktor, me kohë janë servisuar nga fundi vitit kaluar, si që është edhe procedura dhe rendi dhe janë të përgatitur për veprim në çdo moment, siç patë se në mars kishim pothuajse një muaj zjarre dhe avionat e kryen punën e tyre në mënyrë shumë suksesshme. Urdhoni. Ju falenderit.